So, crazy dream, passion, Rotary, connections, networking. I mean, that's a dream. And this is because Rotary, for me. Very nice, very interesting. Jeta, please. Faleminderit shumë. Kërkoj falje se jam pak smut, duna me sforcu zonin pak. Te unë është një storje pak ma ndryshe, po që sot të bisedu me Den, ndoshta ka me qenë edhe një storje e njëjtë sikur me Den që e ka pasën fillim, me njëherë e pam që muj me bashkëpunu edhe me pas diçka në tardhmen që ka me qenë shumë me vlerë në mes rotarianve. Në kohën kur unë kom fillu, kur jom ftu nga shpresa Perolli, që sot u gëzova shumë që është sot këtu, nuk e kom taku që shumë vite. Me qenë rotariane, biznesi im ka pas vetëm 7 vite që është themelu, edhe si ndërmarrëse e re mu ka duk që unë i di gjitha, që jom super e gatshme për me vazhdu me ndërmarrësi. Që kam kanë ndihmu Rotary, unë kom taku njerëz shkëlqyshëm mrena, që kanë qenë në biznes ndoshta që 20 e ma shumë vite, që më kanë ndihmu në çdo aspekt, edhe me urit aty mrena, me i kuptu plot gjana që unë nuk kisha pas ditë. Do me thonë, ka qenë një shkollë e tonë për mu, me ata biznesmen që kanë qenë mrena, edhe gra, edhe bura, të cilët më kanë ndihmu unë me hecë për para me shkollën time. Unë jom pianiste, nuk kom pas asnjëherë ndonjë mundësi me ditë ma shumë për biznesin, edhe pas 8 viteve kom pa që unë muj ende me u zhvillu edhe më kanë ndihmu shumë dhe janë shumë falenderuse. Sot janë 15 vite që unë jam në ndërmarrësi edhe jam shumë falenderuse që gjithmonë mi hapin dyrt, gjithmonë jemi bashkëpunues mes vete, kështu që sinqerisht e vlerësoj si një shkollë e tonë, klubin Rotary Prishtina dhe gjithë tjerë. Pikërisht kjo ishte edhe mesazhi që ne donim ta përcjellnim, që edhe dikush që nuk vjen nga fusha e biznesit, po që ke qenë në fushën e artit, dhe ke kriju një biznes që ndërlidhet prapë me fushën e biznesit, por për art dhe muzikë, rrjedhëzimi që e ke pas prej Rotaryt ka ndihmu shumë për me të kalu shumë sfida. Alfred, lutem një tregim tuaj. Përshëndetje të gjithëve, jam Sio Gjaj. Për ato që nuk më njohin, jam Shef Fredi, shumë thrasit gjithë, dhe kam një restorant në Lezhë, i cili është Rapsodia. Rapsodia ka një histori të bukur, do e them, sepse është shumë kurioztare. Unë kisha një lokal në Itali në 2003, dhe kisha një kliente gjermane, dhe kërkoj t'i bëja i pjatë, dhe kur e tërhoqa pjatën më tha, Alfredo, era Rapsodie Verde, ishte në një Rapsodie Chile. Lëkura mu bë kokër, dhe u bëra shumë kurioz. Thash, pyetët vetë, do të ketë njëjtin signifikim që është shqipt, apo ka një signifikim tjetër? Realisht ishte njëjti. Nga aty jam dashuru me emrin Rapsodi dhe s'kam lanë fes pa ba me emrin Rapsodi. Unë, mos më shikoni kështu, po se në Rotary e jam i ri, kam 3 vite që jam antar, në këto 3 vite, vitin e kaluar isha edhe presidenti, kisha mandatin e presidentit. Realisht, klubi jonë është një klub shumë i vogël dhe shumë i ri, drejt pas shpirtit i tij dhe besoj që ka qenë i miku i gjithëve Fatmiri, që ai e krijoi klubin e Lezhës. Dhe unë e mora si ishte fillimi i parë, realisht. Ishte, po vrisha mreja si ta sistemoj grupin si ta rris. Iniciativet e para ishin darkat, ashtu si e thojmë në gjuhën e lezhjanëve, ishin qokat e njëri tjetrit, e fillum të ba darkat tek njëri tjetri dhe tek antarët, që në mënyrë që mos mungoste asnjëri kur të shkoshim te njëri tjetri, si të vëshin në sedër, në siklet. Derisa e parë që grupi u stabilizu. Pastaj fillum duke bo nismen në çdo darkë, në çdo takim që ta bëshim në një restorant i cili që nuk ishte i joni. Ndoshim në të njëjtën kohë të jepshim kontributin ton në subjektet që na rrethoshin, por në të njëjtën kohë
dosha dhe të reklamosha ku ishim dhe çfarë po bënim. Nismja e parë që bëm, që ka qenë në ato më të mëdhaja, ka qenë darka e bamirësisë që bëm për Casa Rozalben në Lezhë. Unë nuk e besosha çfarë forte kishte t'jesh një rotarian. Ne përgatitëm festën 3 javë para dhe i shpërndam. Atë natë kanë qenë mbi 200 veta prezent, plus e 50 të tjerë që kanë lënë kontributin e tyre dhe u mlodhen 13.000 euro, flasim lekë të pastra vetëm për Casa Rozalben. Kjo më bori zemrën mal. Edhe aty e kuptova si ishte një forcë shumë e madhe. Ajo që do të thosha edhe për Rotarian, realisht në çdo takim timin edhe vazhdoj të jem sërish te atij parimi, që mundohem të prezantohem se me ka kam përballë dhe të ndihmoj dhe kolegët e mi të prezantohen, sepse fal prezantimeve linin dhe bashkëpunimet. Fal bashkëpunimeve ne mund t'japim sa më shumë në kontribut në impaktin social, në qytetet tona, në rrethet tona, në ato njerëz që kanë realisht në nevojë. Për çfarë përket, besoj njerëzit ne gjithmonë vrasim me ndërtojmë biznese, të bëj edhe ky, të bëj edhe atë, të bëj edhe ky, të bëj edhe atë, por besoj në një hypermbledhje të vogël të jetës tonë është sa miq e shok kemi. Realisht në këto 3 vite Rotarian kam zgjeru dhe shpresoj të ta zgjeroj akoma më shumë rrethin tim shoqëror. Kjo është falë për ti Rotarianëve. Faleminderit, unë po mbyll me kaq se mos më le të vazhdoj. Faleminderit shumë. Unë mund ta konfirmoj me eksperiencën time gjithë këtë që e thatë. Unë vi nga një klub nga qyteti Gjakovës. Qyteti Gjakovës i ka 2 klube. Unë vi nga klubi Gjakova Qabrati dhe më shumë se gjysmën e Rotarianëve aty i kam taku për herë të parë, i kam njoft si figurë, se është qytet i vogël, njihem të gjithë njëri me tjetrin, po nuk kam pas rastin më herët më taku. Edhe me shumë prej tyre, edhe një shumë më mirë tash, edhe jam shumë i lumtur që i kam miq të mirë, edhe ka raste shumë ku kemi bërë edhe kemi filluar ndonjë biznes bashkë ose ndonjë konsulencë ose secili ka përfituar diçka prej njëri tjetrit, kështu që është një mundësi shumë e mirë. I will continue in English. Dan, I have to say that when I was president of the club, my one of the tasks was to bring new people, especially if I can find some good entrepreneurs, new entrepreneurs, successful people, etc. But all of them, they are really busy people. And I had to ask, they all the time asked me, what are we going to do there? What's the benefit? Because everyone wants to see a benefit in that. And when you explain what Rotary stands for and that we are not going for a direct benefit, but the benefit is that we are all together sharing our experiences, making friends, making new connections, networking, but we are going also to spread this to our community. It's very difficult so they can find a meaning in that. So I want to make the next questions. From your experience in funding startups, managing risk and leading through IPOs, how can we as Rotarians support each other not only through networking or through contacts, but through concrete business collaboration? I just mentioned before that I have seen myself a lot of cases when people that met in Rotary clubs, they started doing business together and exchanging some experiences. What models or approaches have you seen that work when entrepreneurs join forces together, share risk, or co-create an added value or add a value? Thank you. That's about 10 questions I counted there. Okay. Try to summarize it, because they will kill us. It's a tough one. May I ask the public, you all guys, a question first? If you can raise your hand, those of you who are employed in an institution or a corporation or a company that has, let's say, governance, specific corporate structure. Please raise your hands. Those that are employed either by the state or by companies or corporations. Please, please, don't be shy, don't be shy. So we have a few, okay. Please raise your hands, those of you
that are entrepreneurs. All right?